Kardinali Pietro Parolin, sekretar shteti I Vatikanit, që nga viti 2013 dhe I konsideruar prej kohësh si pasardhësi natyror I Papa Franceskut, po sheh se si pozicioni si favorit po shkatërrohet ndërsa afrohet fillimi I konklavës. Siç raportojnë mediat, përvoja diplomatike e Parolin veçanërisht si nunc apostolik dhe menaxhimit I punëve të Vatikanit për më shumë se një dekadë, fillimisht dukej se funksionon në favor të tij. Profili I tij si një administrator I besueshëm ishte në kontrast me sjelljen e paparashikueshme për cilën akuzoi Papa Francesku, vendimet e cilit shpesh e kishin tronditur kurinë romake. Megjithatë, marrëveshja kontroverse me Kinën e cila u negociua në udhëheqjen e tij, doli të ishte thembra e Akilit. Disa klerik të rangut të lartë besojnë se ai do t'i braktisë peshkopët katolik të Kinës në favor të peshkopëve të zgjedhur nga regjimi komunist. Midis tyre kardinali konservator Zeni Hong Kongut shprehu qëllimin e tij për të marrë pjesë në diskutimet parakonciliare, me qëllim që të kritikonte hapur veprimin e ministrit të jashtëm për këtë çështje. Francesco anashkalon traditën e kishës. Në përgjigje, kardinali Beniamino Stella do të bëj fushat në favor të Parolin. Gjatë takimeve përgatitore, Stella kritikoi pontifikatin e Franceskut, duke akuzuar ato për shkelje të traditës së kishës, duke ndarë pushtetin e qeverisjes nga urdhrat e shenjtë, duke u lejuar kështu laikëve dhe grave të mbajnë pozicione udhëheqëse në Vatikan. Kjo deklaratë sipas faqes amerikane të internetit në fakt do të shërbente për të tërhequr krahun konservator të trupit të kardinalëve dhe kështu për të mbledhur vota për sekretarin e shtetit. Pavarësisht kësaj, kardinalët po shprehin hapur rezervat e tyre në lidhje me kandidaturën e tij, siç është kardinali Philip Barbaran, I cili u intervistua nga Paris Match. Sipas tij, kardinali Parolin duhej të siguronte funksionimin efektiv të administratës, por rezultatet e tij janë nën pritshmërit. Përfundimi I tij është kategorik. Unë besoj se kardinali Parolin, megjithse jaft, nuk ka prestigjin që pritej nga një ministër jashtëm me lëre më nga një pap. Thashë themet rreth problemeve shëndetësore. Një informacion veçanërisht shqetësues në lidhje me kandidaturën e tij u publikua më 30 prill nga faqja amerikane e internetit Catholic Vote, sipas të cilit kardinali Parolin, 70 vjeç, u sëmur gjatë takimeve po atë ditë. Thuhet se atij I ka rënë fikët duke shkaktuar shqetësim të menjëhershëm midis kardinalëve të tij dhe stafit të Vatikanik. Informacioni nëse konfirmohet do të rrezikonte seriozisht shanset e tij për të marrë fronin e pjetrit. Kardinalët do të hezitonin në mënyrë të kuptueshme të zgjidhin një pap, shëndeti I cilit ka qenë shkak për shqetësim që nga fillimi. Megjithatë, sipas medias italiane Il Sole 24 Ore, ky është në fakt një thashëthem që mund të jetë një strategji destabilizuese. Ekziston një precedent gjatë seancës së vitit 2013 qarkulluan thashëtheme të ngjashme rreth shëndetit të mushkrive të Bergolios me qëllim diskreditimin e kandidaturës së tij. Papa I ardhshëm Francesco më në fund arriti të mohonte këto thashëtheme në minutën e fundit para votimit të parë. Prandaj konklavi I ardhshëm është veçanërisht I pasigurt, me një favorit të dobësuar dhe lëvizje prapaskenave që mund të riformsojnë peizazhin në ditët në vim. Darka sekrete dhe dyshime. Në hijen e konklavit që do të nisë më 7 maj, një raport nga gazeta franceze Le Monde hedh dritë mbi një thriller politiko-kishtar që po zhvillohet në Rom. Sipas investigimit, thashëthemet dhe dyshimet janë të shumta rreth presidentit francez Emmanuel Macron, I cili dyshohet se sipas së djathtës italiane po përpiqet të ndikojë në zgjedhjen e papës së ri prapaskenave. Në sfondin e pushtetit informal të Bashkësisë Katolike të Sant'Egidios dhe tensioneve të forta historike midis Parisit dhe Romës, Le Monde përshkruan një zinxhir kompleks manovrash diplomatike dhe kishtare që synojnë, sipas dyshimeve të publikuara në shtypin italian, promovimin e kandidatëve të pajtueshëm me vlerat e presidencës franceze. Artikulli në fjalë referohet 2 vakteve të profilit lartë. Së pari, një drek në ambasadën franceze në Vatikan, ku morën pjesë 4 nga 5 kardinalët francezë të zgjedhur, dhe një darkë në restorantin ikonik Dal Bolognese, ku Macron u takua me themeluesin e komunitetit Sant'Egidio, Andrea Ricciardi. Të dyja u perceptuan nga shtypi italian I krahut të djathtë si një përpjekje për të kontrolluar frymën e konklavës përmes një aleance franceze prapaskenave. Gazetat të tilla si La Verità, Libero dhe Il Tempo e akuzuan hapur presidentin francez për ndërhyrje dhe imperializëm neo-francez në nivel kishtar, duke përdorur shprehje të tilla si Macron pushton konklavën. Sant'Egidio, fushia e butë e diplomacisë katolike, komuniteti Sant'Egidio, I njohur për veprimet e tij humanitare dhe aktivitetin diplomatik ndërkombëtar veçanërisht në Afrikë, konsiderohet nga shumë njerëz si një nga rrjetet më të fuqishme të ndikimit informal në Rom, me një prani në 74 vende dhe mbi 70.000 anëtar. Ai funksionon si ndërmjetës institucional dhe si bashkëbisedues për qeverinë, përfshirë Francën. Marrëdhënia e ngushtë e Macron me këtë komunitet e konfirmuar tashmë nga prania e tij në një konferencë paqe të organizuar nga Sant'Egidio në vitin 2022 ka ngritur shqetësime midis të djathtës italiane, veçanërisht duke pasur parasysh boshllëkun kalimtar të lënë nga vdekja e Papa Franceskut. Burime brenda lëvizjes si hedhin poshtë thashëthemet si pa baza dhe karakterizojnë qëndrimin e presidentit francez si një përpjekje për të kuptuar
procesin, jo për të ndërhyrë.